dashur, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të 5 ditës 4 orë, ku tashmë vetëm e kam të ftuarin për ditën e sotme është raperi shqiptar Diamant Sinanaj, i njohur si Black Lion. Faleminderit që pranove sot të jesh me ne. Faleminderit edhe për jush, ju falenderoj për ftesën. Atëherë je i njohur si Black Lion tashmë për shumë adhurues të tu. Pse Black Lion? Realisht është vetë një luan i zi krejt botën, edhe ai ka vazhdu tjetë, është i fundit, edhe kjo më ka të rekë ma shumë do të të mi pas në emën pak ma të veçantë, edhe mu titullu si Black Lion. Ka qenë ideja jote që të titulluash kështu, të njihesh realisht si kështu, apo... Ideja ka qenë e përbashkët, bashkë me një shoktimin kër e kom fillu muzikën, pastaj vendosa me mbajt këtë nofke dhe nuk e kom ndru që është asaj dite, po. Megjithatë ke pasur fatin e mirë, beson që ka ecur mirë sa e përket kësaj nofke, pasi që vlen pakës edhe kjo? Nofka ka rëndësinë e vet, po edhe puna është ajo dhe thotë që Natyrisht. është rëtori kryesor për sukses edhe për vazhdimsi. Tër Diamant, të ndalemi tek fillimet e karrierës tënde, a çfarë mund ta përmbledhësh rreth saj për gjithë ata që janë sot me ne? Atëherë unë do thotë jam një reper i ri, e kom fillu muzikën qysh para 4 vitesh, edhe normal si kur çdo këngëtar që i ka ato sfidat e veta, edhe unë kom pas vështirësi gjatë rrugtimit tim. Mirë po, çdo herë aq më shumë i rrit vështirësitë, aq më shumë e kom dashur muzikën, edhe kjo është do thotë një faktor kryesor ku unë nuk jam dalë asnjëherë. Ata që më njohin e dinë çfarë muzike bëj, edhe unë do t'ju jem gjithmonë besnik atyne që për një me vlerësojnë muzikën time. Pra është e rëndësishme që rreth asaj muzike të cilën edhe ke filluar është pakës më ndryshe, pasi që je përqendruar tek një gjë, tek ai socialitet, ndoshta që po përballemi çdo ditë me të, tek ditët ku po të ecim në rrugë, patjetër hasim në një problem dhe atë ndonjëherë mund ta kthesh edhe në tekst. Shumë e vërtet, po unë edhe me dash me bu muzikë tjetër do të thotë nuk munda se unë e kom pa do të thotë që vetëm social jam flenë zemër, edhe për këtë arsye kom vazhdu me artikulu tema sociale. Për këtë arsye do të thotë edhe gjitha muzikat përgjithësi që e kom shtjellu kanë përmbajtje sociale dhe përmbajtja është do të thotë për gjërat që po ndodhin në vendin tonë, e që nuk janë pozitive shumica prej tyre. Të rikthehemi edhe pakës tek fillimi i karrierës tënde, kush të ka mbështetur, pasi që patjetër po të fillosh një rrugtim të gjatë rreth muzikës, duhet të kesh mbështetje, patjetër duhen edhe këshilla rreth saj. Ke pasur mbështetje? Në fillim do thotë edhe familja ka hezitu me mbështet se to e marr parasysh që repi do thotë si nacion është pak i vrazhd, edhe për këtë arsye kanë menduar që unë kam njek një rrugë të keqe. Mirë po me kohë kanë pa që ja vlen me përkrah se muzika jame nuk është që e bën dikush tjetër, po është një muzikë që deri tash do të thotë ku i kom dikun 70 këngë, unë asnjë fjalë të keqe se kom thonë, ose asnjë fjalë ofenduese për dikon, ose një shamje ose një fymje. Edhe pastaj kanë filluar me përkrah dhe familja. Mjaft mirë. Diamant, të ndalemi tek ajo se sa është e vështirë të jesh reper në Kosovë. Duke marrur parasysh vështirësitë në cilat edhe kalon, është vështirë të i kalohet kjo. Realisht do të thotë sikur reper, sikur në sfera tjera të muzikës, vetëm duhet vullnet edhe besoj që vështirësitë të i kalohen. Me qenë reper në Kosovë nuk është e vështirë për arsye se sidomos reper me tema sociale, nuk është vështirë se çdo ditë përballem do të thotë me realitetin, edhe për këtë arsye kemi pak më të lehtë me shtjellu gjanat, edhe me i servu të publiku. Për këtë arsye unë mendoj që reper do të me pas atë shpirtin e reperit, jo vetëm hajtë se po bona, ose hajtë se s'po kam me shka me bu, po mirë me muzikë, po paka shumë do të me ditë se çka i ka bën edhe kush për të përkrah. Ka shumë rëndësi edhe cila është rresa e popullit përkrah. Apo mendon që ka nga ata të tillët që nuk po kam qa me bu dhe po mire me muzikë, po në skenën tonë vendore? Ato mas mirë e din publiku, unë nuk jam këtu për me gjyku askand mirë, po muzika në përgjithësi do thotë ka disa shkallë degraduese, që shumë e shoh, se na nuk kemi nevojë për gjana tilla, do thotë mi transmetu në për TV ato gjana disa prej tyre edhe absurde,
Po, apet ata e din mas miri. Po. Të ndalemi tash me sa vite janë bërë që mirësh me muzikë, kur ke qenë më i vogël, kë ke ndjekur më shumë dhe kush t'ka lënë më shumë përshtypje, që ndoshta edhe pak zvullnet për të mirur me muzikë dhe për të ndjekur këtë rrugë. Po, si i ri do të thotë duke kalu në repin shqiptar, s'po dal histe Po. repi huaj, ku ngu shumë Monika Tilin, do të thotë, ka pas shumë tekste të cilat jo vetëm unë, po shumica e rinisi ka perceptu si tekste mjaft mira dhe me një domethënie që shumica prej tyre kanë domethënie shumë të mirë. Edhe kjo ka qenë domethënë një rinisje për mua se çush unë munda më dok për shembull me muzikën tem çka më bëone edhe çush munda më ardh deri te ky publik. Edhe kjo do thotë Unikatili publikisht e pranoj se ka qenë si më thon frymzim i repit që unë e bëj sot. Përveç ti, ka pasur dikush tjetër apo përveç ti kom ngu edhe tjerë, do thotë tash për momentin kam një respekt i jashtëzakonshëm për Kollëzin, i cili nuk ka hezituar në asnjë moment që do thotë të prek realitetin edhe tema sociale. Kështu ka shumë repera të mirë. Të ndalemi tek temat sociale, cilat janë ato cilat nëpërmjet këngës shkruan vetë tekstet apo jo? Po. Ku inspirohesh më shumë, patjetër në socialitet, por në çfarë më shumë? Po inspirimin e gjej në jetën e përditshme. Do thotë momentin e parë kur i çeli syt, dal në rrugë, nuk është çare po ndonjë pa drejtësi, ndonjë gabim, ndonjë diçka që më njëherë automatikisht ta atakon intuitën edhe shtin më njëherë me shkru. Se jam pak i ndishëm kështu edhe më njëherë i perceptoj gjanat që aty o mirë, që aty o keq. Edhe me këndvështrim temin. Cila është kënga, ndoshta që teksti ka qenë pakës më i prekur dhe mendon që secili nga ata cilët kanë dëgjuar këngën tëre dhe kanë gjetur veten dhe tashmë e bërë i njohur si Black Line nëpërmjet asaj kënge? Kisha me cek këngën Ushtar pa fat, thotë që në atë këngë kom punu shumë, edhe ja kom arrit qëllimit me ato se çka kom dashur të thonë. Në atë këngë gjithashtu më kanë ndihmu edhe disa djem të ri, domethënë me muzike, me videoklip, me gjëra të tjera. Mirë po besoj se aty e gjon veten secili prej nesh, se është një realitet ku na ka prek që 15 vite, edhe vazhdon me na ndjeka realitet i tillë që fatkeqësisht nuk ka ndryshuar, do thotë. Edhe për këtë arsye mua më ka shtypur me bëni këngë tillë. Ushtar pa fat është kënga tashmë sa muaj e realizuar? Tash 2 muaj bjen që është realizu. Dhe është pritur mirë nga të gjithë? Po, është prit mirë. Normalisht për ata që nuk e kanë mizën, që shtojnë në kapoq, prit mirë. A diku edhe ka djeg, është normal. Ka pasur komente të shumta rreth kësaj kënge, patjetër kur ka diçka të mirë, kemi edhe negativitet, aq sa kemi edhe pozitivitet. Çfarë të ka lënë më së shumti përshtypje, ndonjë komplimenti, ndonjë fansi tënd apo dikush që ndoshta ju ka shkruar, apo ndoshta edhe i kollët tashmë që po ka pas komente të shumta, domethënë tash s'm kujtohen çka kanë mujt me shkruar pavarësisht, ama përgjithsisht është ka pas po tepër komente të mira. Ku është realizuar? Është realizuar në një fshat të Pejës. Do thotë aty është bërë realizimi i gjithë klipit. Ka qenë vend ideal për me shprehur atë mllëkën që ajo pas. Edhe besoj që ka dalë mirë. Më shumë në këtë këngë flitet për ushtar, edhe Ushtari pa fat është titulli cilin i ke lënë, mirë po çka është brenda saj? Brenda saj fshehet një ushtar, do thotë që vjen nga bota e amshimit edhe e shet gjendjen e tanishme e cila do thotë fatkeqësisht është e keqe. Ai gjatë rrugës e sheh edhe flamurin për cilin e ka dhënë jetën. E sheh flamurin tokë edhe me atë dëshpërim ai kthehet te shtëpia, po gjatë rrugës e sheh edhe djalin e tij, ku njëra anë janë disa kontrabandues, disa në anën tjetër është djali i tij i cili po kërkon lëmosh. Edhe kjo tematika do thotë, unë pak a shumë jam bazu në ato që po ndodh sot, se s'tash me dorë në rrugë. Njëra në anë të vendit ki njerëz stresa të ndryshme, ndërsa në anën tjetër ki njerëz që nuk kanë, do thonë. Dhe që janë 60% për tyre.
Sa është e vështirë të krijosh një ide të tillë? Po, realisht nuk ka shumë e vështirë në qoftë se veç ku mu bazu dikon. Edhe unë si i ri mu ka prekupu kjo farë punë edhe jo mundu me shprej me qatë sa kum pas mundësi. Dhe je ndarë i kënaqur me finalizimin? Jam da shumë i kënaqur se realisht më kanë ndihmu edhe beatmakeri personale, ata në beat që e falenderoj shumë, më kanë ndihmu edhe ata djemë të Fox Image-it që kanë vullnet shumë për punë edhe bashkë kemi bo dhe thot një projekt mirë. Më herët, nëse nuk gaboj, përmendet që tash më ke vetëm 70 këngë personale tuaja. Ke studion tënde ku edhe i kushton më shumë rëndësi muzikës? Po, e kam studion dhe thot këtu, punoj bashkë me Ibrahim Alilin, që është producent aty në studio, edhe gjitha këngë çka janë punuin në studion tonë. Pra është një ndihmë shumë e madhe që të ke studion tënde, pasi që edhe 70 këngë nuk janë pakës. Janë çdo herë tematikat sociale në këto këngë. Realisht po, ka edhe këngë tjera domethënë, po 80% që janë këngë tematika sociale. Janë të gjitha ato publikuara? Po. Apo Po janë publikuara përveç këngëve që dalin vijim tash. përveç asaj, sa albume ke tani? Nuk kam album, do të thotë gjitha këto janë single projekte që kanë dalë më herët, ndërsa albumi që këtë vit mendoj të realizoj quhet Epoka e Loanit edhe do të përmbajë gjithsej 15 këngë. Po videoklipe, përveç Ushtarit pa fat, cila është tjetra? Do të jenë edhe 2 videoklipe ku kisha me lënë pak surprizë, do të thotë se janë 2 këngë, 2 hitet mëdha që kanë më bo. Edhe kështu se kisha me lënë surprizë, kisha me cek. Përveç Ushtarit pa fat, ke videoklip tjetër? Po, kam edhe një videoklip, do të thotë më herët së bashku me Andinin, Andina Dobravën, që e falenderoj dhe kam një respekt për to. Ke qenë mysafir apo ishte ai mysafir? Realisht nuk di bashkë kemi organizuar farë këngë, po kom shku në studio taj edhe e lëshon projektin, as ne unë fillova me shkru tekstin edhe çto, ka dalë kënga. Është një baladë në dashnisë. Po. Tashmë sa është edhe e njohur për publikun, Diamant vetë se ke provuar që të jesh edhe në bashkëpunim me Andinë Dobravën, sa është e vështirë, është më vështirë të jesh vetëm, ke baren vetë gjithçkaje, apo është kënaqësi të jesh edhe vetë i dyti? Bashkëpunime çdo herë kanë atë efektin pozitiv, do thotë sa aty buhet gërshetimi i fancave, edhe fancat kanë qejf me pa edhe risi, do thotë se ndoshta dikur buhet monoton veç single projekte, po ata kanë qejf bashkëpunime edhe me sa marrë komente edhe mesazhe, do thotë që bashkëpunimet i përkrajnë shumë pa marrë parasysh me kënd bohen apo çysh bohen. E kanë efektin pozitiv bashkëpunimet. Përveç këngës Ushtar pa fat, cila është kënga tjetër që ka marrur më shumë klikime, ndoshta se pasi po i shohim tashmë dhe ato jemi kam disa këngë tjera, do thotë Vaj e madh për atë dhe, kjo është e dyta, e treta për para fundit të të këngëve. Gjithashtu është para se m'ja lyp Hallalin, që e përshëndes edhe një shok timin, do thotë që ja kum dedikuar atë këngë ku ai i lën gjitha këto dhe me rrugën e Evropës. Është kënga Vaj e timit, do thotë është një ngjarje ku unë e kom pa vetë me sytë mi se si e maltretohet një djalë i ri, edhe unë shkoj aty e pyes se çka kia, i tregon që e kanë raja, kanë marrë të parë, ndërsa ai është djali i dëshmorit. Kështu më radhë, gjitha këtu i kom artikulu dhe i kom vendosur në atë këngë, ka edhe këngë tjera që kanë marrë klikime. Së fundi ka qenë shqetësim për ju edhe gjithë ata cilët po lëshojnë vendin, po lëshojnë Kosovën, pra atleun e tyre. Po. Edhe ke sjellur një këngë për ta. Kam sjellur një këngë Rruga e Zorit titullohet, do thotë është një këngë që përshkruan gjendjen tanishme e cila është e mjerueshme. Se ne e dim që jemi kundër, do thotë, edhe më herët prej okupatorit serb kem pas maltretime ndryshme dhe me shumë krenari e kemi ruajtur vendin, nuk e kemi lëshu. Ndërsa tash, nëse moj me qujnë regjimin shqiptar, po ndodh ky farë sistemi që është mjaft negativ për vendin, të e ditë të marrë parasysh që jemi rinia marrë në Ballkan. Po, është pra i nisur nga i fakt dhe patjetër ka lënë edhe një këngë, një mesazh. E cili ka qenë mesazhi nëpërmjet kësaj këngë? Ke përshuar ndonjë mesazh apo vetëm ndodhinë e saj? Mesazh vetë titulli tregon Rruga e Zorit, do thotë që ajo rrugë nuk po merret për shef,
po që njerëz janë përballen me hallet ndryshme, me derë të ndryshme dhe ishte në ata që gjitha gjanat mi lan këto dhe me marrë një rrugë që nuk është e sigurt as për jetën e tyre. E keti ndonjë shok që ka Kam marrë shumë këtë shok. rrugë? Realisht tash me thirr dikon me pi kafe, s'dikon me thirr se krejtë në zbraz. Kjo është edhe ajo e cila të ka shtyrë që të bësh një këngë të keq për ta. Sa i përket bashkëpunimeve të tjera, sa i përket vitit 2014 nuk e pasur diçka të tillë më. Jo, nuk kam pasur. Ka qenë me Antin Rando Proven i vetmi. Po. Por që vitin 2015 vetë se ka filluar dëgjohet diçka, përmendëm më herët falenderove gjithashtu nëpërmjet rrjeteve sociale tash janë ato cilat edhe na bëjnë të kuptojmë shumë gjëra ndoshta. Po. Është një pozitivitet kundrejt jush. Është me Gold DJ, ka diçka të re. Po, do thot Ngollin e kam shok shumë të mirë edhe e falenderoj që ka pranuar mi bu një bashkëpunim, të marr parasysh se edhe Goldi prej temat e njëjta pak a shumë sociale. Ka me dal një këngë që për datë publikimit nuk e di, tash në varet ç'sh arri me finalizu. Mirë po ka me pas diçka me Goldin, ka me pas edhe shumë projekte tjera që vazhdimsi do të shpalos 2015. Vetëm pas ke filluar mbar, do jenë edhe projekte tjera, do ketë bashkëpunime tjera përveç me Goldin? Po, do të ketë, janë edhe 2 bashkëpunime, do të thotë Janë këngëtarë të mirë njohura? Po, të mirë njohur, për cilët kam shumë respekt, edhe qysh i vogël, qysh i ri, i kom përcjell me shumë dashamirësi. Mjaft mirë pas ke marrë si shpesh në studion e Katrorit këtë vit, A do një musafir? Patjetër është për sjellën ku e dy është zarë janë të hapura për secilin. Sa i përket Goldit, patjetër do kemi promovimin tek ne besoj, sa i përket këngës së tyre, do jetë këngë ku do realizohet së shpejti. Ose shpejti. Keni arritur deri tek finalizimi? Jo, ende s'kem arrit fazën finale, mirë po do thotë jemi në çurin. Teksti është kryer dhe kam jetë veç finalizimi. Tekstin ke shkruar ti apo në bashkëpunim? Po, unë për pjesë time, Goldi. Për pjesën e tij. Megjithatë se na socialistat nuk janë çe fort me na prekin tekste. Nuk keni dëshirë të prekin tekste. Atëherë sa ishte vështirë, ke provuar tashmë edhe me këngëtarin e dytë, kishte të vështirë që t'jeni së bashku, të sjellni diçka të mirë sociale patjetër. Po, përderisa është një temë ku ngëshëtohen dytë, njëjta gjëna nuk ka me kohë vështirë. Çfarë mund zbulosh më tepër atë saj? Për çfarë do të bëj? S'ka zbulu kur rrohes. Dëshiron të lësh surprizë. Po, do më lën surprizë. Është parë. Përveç temave tjera, përmendet që tekstet që rishkruan vet, ke pasur ndonjë ofertë që të shkruash dikujt tekst apo ende? Po, kam pas shumë oferta, po kur një javlen me përmendet thotë, ka me dalë një farë balade prej një këngëtare shumë mirënjohur shqiptare, ku atë tekste kom punu unë edhe besoj që ka mu pëlqy. Do jetë sociale dhe përrat apo diçka më ndryshe? Është diçka dashurisë, balad. Po. Pra përveç që je mirë në sociale, je i mirë edhe për baladat të ndryshme. Nuk hezitoj me shkrua balada. Jo me gjithanshëm tekste. Se unë kur kom qenë maj vogël dhe thotë, kom shkru shumë poezi e kështu. Edhe nuk e kom problem. Është tashmë një shtyrës. Mendon që do punosh edhe për shumë të rinj të cilët do vinë, trokasin derën tënde për shkruar tekste të ndryshme? Po, për ata që kanë talent, unë nuk hezitoj me ju ndihmu, pse pak a shumë e di çka është me të ndihmu dikush, qoftë me një muzikë, qoftë me një instrumental, qoftë me një video, është një shtypje shumë e madhe dhe me ato mundësi mia kam i ndihmu talentat. Edhe ata që kanë qëllime të mira për muzikë. Më sa i përket mundësive jemi tashmë vetë ata cilët dim se është pakës vështirë, po të krijosh tekstin mirë e ke të kryer, po të krijosh videoklipin patjetër që duhet të kesh edhe to, duhet të kesh një buxhet për të marrur atë. Ke pasur dikën krah brapa apo gjithçka vetëm? Do të thotë me vetë finance, po ako pas familjen që kanë mbështetur. Nëse më ka mungu diçka, kanë mbështetur. Ja, mirë. Të ndalemi pakës edhe tek festivalet, sa i vlerëson ato, ke marrë ndonjëherë pjesë, apo nëse nuk ke marrur, do marrësh? Po, festivalet i vlerësoj shumë, është një mundësi e mirë për ata që dojnë me kallëzu vlera muzikore. Kismet tash muaj në shkurt, veç se kemi punu kongën edhe do të marrë pjesë
me një artiste të re, Vjosa Selmani, e cila ka një kapacitet jashtëzakonshëm, mund me thonë. Edhe për këtë arsye do të thotë kam vendosur që me to me shku në festival, edhe me kallëzu se çfarë mund me bona. Uroj shumë sukses. Faleminderit. Sa e përket mbrëmjeve të ndryshme, ke mbajtur gjatë vitit 2014, Po, edhe pse kemi lënë pas, apo edhe ke filluar me vitin 2015? Realisht kom pas disa mbrëmje, ku një javë vlen me përmend ka qenë Gjako, që më kanë bënë një pritje madhështore. Edhe jam shumë mirënjohës atij publiku, gjithë Gjakovës, edhe gjithë rrafshit Dogazhinit që çdo herë më kanë prit, do të thotë, në mënyrë më të mirëmundshme. Unë të falenderoj shumë për kohën që ke gjetur sot të jesh me ne dhe të pres në projekte tjera. Faleminderit shumë për juve. Mirë të dashur, me mua në studio